Kapitulli 4. Prandaj, o vlezrit e mi të dashur, që ju kujtoj me mall dhe që jeni gëzimi dhe kurora ime, qëndroni të fort në Zotin, o fort të dashur. I bëj thirrje Evodis dhe Sintikës të jenë të një mendje me njëra tjetrën sipas vullnetit të Zotit. Të lutem edhe ty, o miku im i vërtet, ti ndihmosh ato, se kanë luftuar krah meje për ungjillin së bashku me Klementin dhe bashkëpunëtorët e mi të tjerë, emrat e të cilëve janë në librin e jetës. Gëzoni gjithnjë në Zotin. Përsëri po ju them, gëzoni. Zemërbutësia juaj le të bëhet e njohur të gjithë njerëzve. Zoti është afër. Mos u shqetësoni për asgjë, po për çdo gjë drejtojani kërkesat tuaja Perëndis me lutje, me përgjërime dhe me falënderime. Paqja e Perëndis, që shkon përtej zgjuarsisë së mendjes njerëzore, do të ruaj zemrat dhe mendimet tuaja, që të jenë pranë Krishtit Jezu. Së fundi, vlezër, keni në mendje të gjitha ato që janë të vërteta, të gjitha ato që janë të ndershme, të gjitha ato që janë të drejta, të gjitha ato që janë të lira, të gjitha ato që janë të dashura, të gjitha ato që kanë emër të mirë, të gjitha ato që janë të virtytshme dhe të gjitha ato që janë të denja për të lavdëruar. Bëni të gjitha ato që keni mësuar e keni marrë prej meje dhe që keni dëgjuar e keni parë në mua. Perëndia i paqes do të jetë me ju. U gëzova shumë në Zotin që tani më në fund e rigjallëruat për kujdesin tuaj për mua. Në të vërtet ju e kishit në mendje, por nuk ju ishte edhe në rasti ta tregonit. Nuk e them këtë se jam në nevojë, sepse unë kam mësuar të jemi kënaqur në çdo rrethan. Unë e di çfarë do të thotë të jesh në nevojë dhe e di çfarë do të thotë të kesh me tepri. Në çdo rrethan e në çdo gjë jam mësuar edhe të jemi ngopur, edhe të kem uri, edhe të kem me tepri, edhe të jem në nevojë. Unë mund të bëj gjithçka përmes Krishtit që më forcon. Megjithatë, ju bët mirë që mu gjendët pranë në vështirësitë e mia. Ju, o Filipian, e dini se kur fillova të predikoj ungjillin pasi u largova nga Maqedonia, asnjë kish përveç jush nuk më ndihmoi ekonomikisht. Në të vërtet, edhe kur gjendesha në Selanik, jo një por 2 herë, ju më dërguat ndihmë kur isha në nevojë. Unë nuk po kërkoj dhurat nga ju, por po kërkoj të shoh frytet e zemërgjërsisë suaj, që janë për dobinë tuaj. Unë kam gjithçka dhe më tepron. Kam gjithë të mirat, pasi mora nga Epafroditi çfarë më kishit dërguar ju. Një aromë e mirë, një flije pranueshme e pëlqyeshme për Perëndin. Perëndia im do të plotësoj përmes Krishtit Jezu çdo nevojë tuaj, sipas pasurive të tij të lavdishme. Perëndisë dhe Atit ton i qof lavdia në shekuj të shekujve. Amen. Përshëndetni të gjithë besimtarët në emër të Krishtit Jezu. Vlezrit që janë me mua ju përshëndesin. Ju përshëndesin të gjithë besimtarët e krishterë, sidomos ata të shtëpisë të Cezarit. Hiri i Zotit Jezu Krisht qoftë me shpirtin tuaj.